Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik ka mbajtur sot diskutim publik me qytetarët e fshatit Varosh në lidhje me një projekt që po synohet të realizohet në këtë fshat. Sipas zyrtarit Denis Rashiti, nga kjo drejtori, projekti përmban hapësira të gjelbra e rekreative, ndërsa buxheti ka shumë rreth 350.000 euro. Projekti ka një kosto në vlerë rreth 300.000 euro, 350.000. Do të bëhen disa investime, disa produkte do të inkorporohen brenda kësaj zone. Është para po të bëhet një stozë e ecës, është para po të bëhet një kënd i lojra, parkingu, të rregullohet rruga, bëhen ndriçimi publik, ndriçimi i fushës ekzistuese ku është, do të mbyllen disa pemë dekoruese, edhe rreth parcelës ku janë varrezat e fshatit do të mbjellet me pisha, që shembull më mbyll pamja e varrezave dhe të duket më mirë parku ta ketë një pamje më të bukur. Banorët e fshatit patën edhe disa kërkesa shtesë rreth projektit. Habib Krosa tregoi se banorët kërkuan zgjerim të hapësirës e cila është planifikuar të jetë për rrugë. Në përgjithësi projekti na pëlqej edhe ishte në kërkesat e banorëve të fshatit Varosh, përpos me disa ndryshime të vogla që u kërkuan nga banorët, të cilat I paraqiten këtë dëgjimin publik. Nevoja më e madhe mendoj që kjo hapësira knina për me lënë zgjerimin e rrugës, me para pa dhe rrugën 6 metra, për shkak që mos me pengu këtë pjesën e parcelat që I kanë banorët për me kryer aktivitetet e tyre në parcelat e tyre. Ky projekt do të nisë realizuari gjatë këtij viti dhe parasheh rregullimin e zonës turistike në fshatin Varosh, e cila gjendet tek fusha ekzistuese e futbollit të vogël.